Gjykata e posaçme shtyu për në 19 janar seancën e radhës të shqyrtimit paraprak ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe të pandehurve të tjerë në lidhje me këtë dosje. Shkak është bërë mungesa e 2 prej avokatëve mbrojtës, një prej të cilit edhe avokatja kryesisht e caktuar për Veliajin. Ajo ka argumentuar përmes një emaili se ndodhej jashtë vendit. Gjatë seancës nuk ka qenë prezent as vetë Veliaj. Kujtojmë se në seancën e fundit Veliaj rrëzua kërkesa që të revokonte një vendim të mëparshëm të gjykatës për ta lejuar që të dilte nga kafazi i çelçt për t'i vënë në dispozicion aktet e dosjes dhe një formë që të njihej me to. Pasi edhe kjo kërkesë u rrëzua, Veliaj largoi avokatin e tij Artan Gjermeni, duke i caktuar avokatën e shtetit Valentina Teodorescu. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej dhjetë shkurtit të këtij viti i akuzuar për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 raste, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Bashkëshortja e tij Ajola Zoza akuzohet për mosdeklarim pasurie, fshehje të ardhurave dhe pastrim parash, ndërsa në dosje është e përfshirë edhe ish-deputetja Klotilda Bushka për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, ku kjo e fundit kërkoi pushim të çështjes. Kryebashkiaku ka ankimuar disa herë masën e sigurisë arrest me burg, së fundmi edhe në gjykatën kushtetuese, se cilës i kërkon shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën të 3 vendimeve të GKK-s dhe gjykatës së lartë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar për shkak të shkeljes së rënë të procesit të rregullt, proporcionalitetit dhe prezumimit të pafajësisë.